Do të shkojmë tek lajmi I parë që lidhet pikërisht me të në rubrikën viral. Bëhet fjalë për një shtëpi që gjendet në zemër të Queens, në lagjen e shet Jamaica Estates. Ndodhet kjo shtëpi e cila për shumë njerëz është më shumë se sa thjesht një pasuri e paluajtshme. Është vendi ku nisi jeta e një prej figurave më të përfolura të Amerikës moderne, bëhet fjalë për Donald Trump. Ai jetoi aty deri në moshën 4 vjeçare, mëtej u zhvendos me familjen e tij drejt një banese tjetër. Është një ndërtesë me një stil tepër të veçantë, është ndërtuar nga Jati, pikërisht zhvilluesi I njohur Fred Trump në vitin 1940 dhe tashmë është në treg për një vlerë të konsiderueshme, mund ta themi këtë, po ndoshta për shkak të vlerës historike dhe morale që mban kjo shtëpi, ndoshta mund të shitet edhe me vlera pak më të larta, $2.3 milion, një shumë që e tejkalon disa herë vlerën me cilën është bler vetëm pak muaj më parë, sepse le të bëjmë një historik të shkurtër, shtëpia ishte gati e rënuar, e pabanuar prej shumë kohësh, derisa u vendos në shitje, dikush e blen, duke menduar forma të drejta investimi dhe se si ta kthente patjetër në një terren që mund të shitej edhe për këtë vlerë për cilën ne po flasim sot $2.3 milion. Arriti të bënte pikërisht disa investime maramëndse në këtë shtëpi, ndryshoi tërësisht strukturën e brendshme, por pa e dëmtuar fasadën, pra pa e hequr atë elementin që le themi është njohës në rastin e kësaj shtëpie dhe me sa duket I ka rezultuar tepër pozitive, duke qenë se tashmë pritet që të shitet për një vlerë të konsiderueshme. Ka 5 domagjumi, 3 tualete të plota dhe 2 gjysmë tualete, një kuzhinë të re luksoze, obor private dhe garazh për 2 makina. Të gjitha I ka. Dhe patjetër që presim se cili do të jetë radhës që do të jetojë dhe do të ketë në pronësi shtëpinë që dikur ka qenë ajo në të cilën 4 vitet e para Donald Trump ka nisur jetën e tij.